Cila mund të quhet një dasëm perfekte? Për këtë, kush mund të na flasi më mirë se sa zoti Armand Teza. Mirë ditë Armandi dhe mirë se erdhe në emisionin tonë. Mirë se u gjej dhe botë qarhyrje spektakolare, arsye madhore, dasma, çuditëra. Po e thash, bashkëjetesa ka paksa sukses në këto vitet e fundit, në mbar botën, kështu që është arsye. Po, sepse nuk ekziston agjencia Geraldina Spota në botë. E sigurisht, duhet të zgjeroni. Mandi, është vërtet kënaqësi që të kam këtu dhe sepse intervistat që kemi bërë bashkë kanë qenë nga më të bukurat. Faleminderit. Kështu që ndjem shumë mirë për të qenë sinqert. Edhe unë jam shumë rahat. Edhe unë jam shumë rahat, megjithëse isha përgatitur për këtë lloj distance. Do të ishe më afër. Ajo. Marcela. Atëherë, unë doja ta filloja bisedën tonë me një pyetje shumë të thjeshtë. Cila është mosha ku njerëzit marrin këtë hapin, vendimin e rëndësishëm të madh për të martuar? Ka ndryshuar kjo moshë? Krahasuar me vitet 60, po. Sot vajzat pretendojnë nga vetja që të kultivohen si individ, do të thotë që të arsimohen, do të thotë që të kenë një punë të mirë, do të thotë që të kenë një pavarësi jo vetëm ekonomike, po edhe sociale, prej burrit apo bashkëshortit apo të dashurit që ato do të kenë. Dhe gjatë rrugës, nëse e ndjejnë që është njeriu i duhur, shkojnë edhe drejt martesës.